7 janari është dita ndërkombëtare përkujtimore e Holokaustit e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, ku përkujtohen viktimat e Holokaustit. Por ky përvjetor e gjeti këtë lagje ndryshe. Kjo rrugë e rikonstruktuar plotësisht tashmë mban emrin Rruga e Hebrejve Doktore Ana Cohen. Pllaka me emrat e hebrejve që kanë jetuar aty u vendos në vitin 2006, kur ministër kulture ishte Bujar Leskaj, por Bashkia e Vlorës tashmë me rikonstruksionin e kësaj rruge ka vendosur edhe pllakatën e re Rruga e Hebrejve Doktore Ana Cohen. Cohen lindi në Vlorë pas luftës së dytë botërore në një familje hebrejsh që u shpëtuan nga nazistët fal disa familjeve vlonjate. Ajo për mbi 2 dekada ka qenë presidente e Organizatës së Grave Shqiptare Amerikane Motrat Qirazi dhe ka kontribuar në programe humanitare për komunitetin shqiptar, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në trojet shqiptare. Në këtë rrugë është vendosur dhe një pllakat tjetër e cila mban të shënuar familjet izraelite. Në këtë rrugë aktualisht jetojnë familje të vjetra vlonjate. Rruga e Hebrejve është një nga destinacionet edhe të vizitorëve, ndërsa në atë rrugë ushtrojnë aktivitetin dhe shumë biznese që janë përgjithsisht të konfeksioneve, si kundër po ndiqni pamjet në ekran. Kjo rrugë mbart në vetvete një histori të gjallë, një memorie historie, por edhe një histori të gjallë.